Të dashur miq, sot do të flasim për diçka jashtëzakonisht interesante. Do të flasim për fuqinë e emocioneve, për guximin për të mposhtur frikën, për momentet e vogla që sjellin ndryshime të mëdha në historinë e gjithkujt. Do të flasim për mënyrën se si pasioni dhe besimi në vetvete mund të ndalojnë kohën, të thyejnë kufijt, të hapin horizontet e reja për gjithkënd. Emocioni godet, këdo, gjitha qenë njerëzore. Kur emocioni mua më godet, ekziston vetëm unë dhe ajo që unë do të bëj. Universi ndalet se ekzistuari. Koha ndalon së rrjedhuri, hapësira ndalon se ekzistuari. Jemi vetëm unë dhe ajo që unë dua të bëj. Sepse ky është një moment i vërtet, është një moment i fortë, është më i fortë edhe se pafundësia. Fitoret më të mëdha të njeriut nuk janë ato mbi tokë, nuk janë pasuria e akumuluar, nuk është as pushteti i fituar. Janë fitoret mbi frikrat, mbi dyshimet, mbi pasigurit që na mbajnë peng. Çdo hap i madh në histori ka lindur nga një zemër që ka rrahur për një pasion, për një ëndër. Neil Armstrong, para se të shkelte në anë, nuk mposhti gravitetin. Ai mposhti frikën njerëzore. Ai tha, ky është një hap i vogël për njeriun, por një kërsim gjigant për njerëzimin. Një hap i vogël në sipërfaqe, por një shpërthim i madh në shpirtin e botës. Sepse çdo ndryshim i madh fillon gjithmonë me një hap të vogël. Ashtu si çdo ëndër, çdo dashuri, çdo revolucion i mendjes. Sot hëna nuk është vetëm një planet. Sot hëna është një provë që njeriu kur beson ka përsen çdo kufi. Edhe unë besoj. Besoj se universi lëviz kur ne guxojmë. Besoj se koha përkulet kur ne ndjekim pasionin, kur ne ndjekim ëndrat tona, sepse frika na mban në tokë, por ëndrat na çojnë në yje.